Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me podcastin e radhës Arena e Yjeve, i cili është prodhimi i Telegrafit dhe çdo javë transmetohet edhe në RTV Dugazhini. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Javë pa filluar me bashkëbisedimin e radhës, mos të harrojmë të përmendim sponsorët tanë, e cila është pija energjike më e mira në vend dhe jo vetëm Golden Eagle dhe Air Muni, për të cilën do të rezervoni tani pasi aventurat të mëdha të presin gjatë verës. Ndërsa me neve i ftuar është ish futbollisti i njohur Blendi Memaj. Blendi, mirë se vjen të Arena e Yjeve. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën edhe konsideratën gjithashtu. Tash Blendi është pe këtyre vlejtarëve të parë që janë nisën me dalë pe Kosovës për me bë karrierë jashtë vendit, edhe kjo e ka pas fatin si i ri mu pranu një pe akademive më të forta, siç është ajo e Beshiktaşit ku ka qëndruar për shumë vjet. Pastaj lunë te Rabotniçki. Nuk i prin shumë fati me lëndime, kthehet, po e mon karrierën për 7 vjet edhe në Kosovë, po në moshë të re pensionohet edhe tash e kem një prej analistave më të mirë në vend për futbollin, pasi që tash na e këshyrën pak me moshë analizin çdo, po çka ka kalu në karrierë edhe çfarë trajnera ka pas, ka më na tregu në VM, më thonë shet që ka kompetencë të madhe me fol për futbollin. Sigurisht. Blend apo na kallzon pyetjen e parë na për këtë mësavet e kem, çysh janë nis dashnia jote për futbollin, ti ja ke nis te Liria, se vjen pe Prezrenit, te asaj pjese pe një Liria në Jugosllavi u llogarit si shkolla pe më të fortave. Ta ti vjen që shkon me kon te Liria dhe me anis te Liria. Pa i dashnia për futbollin, mendoj që kum lind me dashni për futbollin. Shumica e njerëzve ndonë se tash për shkak të sensibilizimit të madh të sportit futbollit, i cili për mendimin tim është prej atraksioneve më të mëdha për krejt shoqërinë. Që tash domethënë forcohet kjo farë punë, domethënë çdo prind dhe çdo familjar mundohet që të mi shtyj fëmin, te rasti jam u kon pak më ndryshe, gjithçka ka orë natyrshëm. E thash edhe më herët, mendoj se kam lind me dashnin për futbollin, edhe që është moshë të re, me një farë forme i kem bë presion familjes që më na dërgu dikon me një shkollë futbollit, e që në atë kohë po besoj edhe tash hala është kompetente, domethënë shkolla e Lirisë mendoj që është ndër më të mirat në vend. Dhe ashtu kemi fillu, domethënë me një qysh në hapat e parë me një dëshirë të madhe që ndoshta në një tarme jo shumë të largët, me pas mundësinë me ndjek ëndrrën e yjet tona që i kemi pas, domethënë si imazh në kokë, objektiv që ndoshta një tarme me i mbri. Edhe kështu domethënë nëpër gjitha gjenerata zinxhirore të shkollës futbollit Lirisë kam kalu, kam pas trajner të ndryshëm. Tash te forma se qysh kemi stërvit edhe çka kanë qenë ato matematikat e trajnerëve, ndoshta mundemi mi diskutu më vonë. Mirë po në moshë të re, domethënë dikun rreth 15 vjeçar, ka qenë grumbullimi për region të Rrafshit Dugazhinit për kombëtarën e Kosovës U15. E kemi pas domethënë grumbullimet edhe unë kam qenë ndër të selektuarit që është dashur me zhvillu disa lojë që pastaj trajnerët nga Prishtina që në atë kohë nuk e di sakt kush ka qenë, me orë me na piketu si talenta që cilët në tarmën munden me përfatsu kombëtarën. Edhe domethënë aty ndodh që një menaxher i Turqisë i pëlqej kështu si le futbollist. Edhe mas lojës me të ndjerin tashmë trajnerin Bashkim Beshi që kisha dashur me përmend për shkak se ka një kontribut jashtëzakonshëm. Ndonë se në moshë të re ka tentu me na udhëzu shumë mirë, tash fatkeqësisht ka ndru jetë. Edhe domethënë fillun kontaktet e para, i më ftoi mua që domethënë në verën e ardhshme, unë faktikisht në atë kohë do të bësha 16 vjeçar, kanë me qenë zgjedhjet në klubin e Beshiktaşit, domethënë seleksionimi i talentave të cilët vinë nga jashtë për tu pranu për akademi, dhe ai thotë që unë kam kontakte atje dhe lidhje edhe janë të interesuar për talenta nga vendet ballkanike. Edhe fillojnë domethënë me bisedu me prindin tim, pasi që unë isha edhe i mitur, po dëshira shumë e zgjartë, edhe mbaj mend se në atë kohë domethënë aq shumë i kam bë presion prindit tim se kur po shkojmë, nuk e kam ditë këtë pjesën e negociatave që janë dorëna, edhe nuk shkohet me njerëz që më kanë dorë të shku. Kështu që pastaj domethënë unë mbush viti, unë në asaj kohë stërvitesha individualisht në aspekt pak më special me trajnerin për shkak se edhe ai shihte një potencial te unë. Edhe nuk është kursy asnjëherë, domethënë edhe prindje edhe ai janë mundu që me mbri një nivel sa më të mirë, sa më të kënaqshëm fizik, që me mujt me i përballu. Është edhe pjesa tjetër për shkak se Turqia është një vend ku duhet me qenë kogja fleksibil për me mujt me mbjetu, jo shumë i lehtë. Me edhe në atë pjesë pak jemi mundu, po sa të kudo pa shku te vendi nuk mundesh me i lidhe, kështu që
erdhi momenti edhe ne shkum në akademi. Fillimisht kemi shku me një akademi e cila është, si me thonë, pregaditse për zgjedhje në Beshiktash. Ata e kanë një nën akademi, ku edhe aty, domethënë për 3 muaj, 4 muaj i studiojnë pak sjelljet e tua, si e brenda zhveshtorës, ku qëndron në aspektin muskular, fizik, mental e gjitha tjera, që pastaj me pas drejt me hynë në garë për të pranuar te akademia e madhe e Beshiktash. Me emër. Qysh erdh pranimi deri te Akademia e Beshiktaşit edhe çu e kujton atë ditë kur veç e ke marrë lajmin që u pranove si njëri prej futbollistëve që me vazhdu. Po me thonë drejtën edhe sot kur e kujtoj është një farë momenti emocionos edhe alo e ndjej atë emocionin e flak kur me nxe kam prit me dal prej lojës që me njoftu familjen, babin atë kohë që pat dhon një kontribut jashtëzakonshëm për më mqude atë, hiq aspektit financiar, po edhe mbështetjes kështu njerëzore. Edhe mbaj mend domethënë se mas 45 minuta po gjithë aty ishin me një garë ku ishte me një farë forme jetë vdekje. Edhe domethënë nuk kon vendimtare kjo. Kon vendimtare, tash kaloi një kohë kur për shembull trajneri im që ishte asaj grup moshe, U16, ai vetë se e dha pëlqimin e dritën jeshile që ky djalë duhet me mbetë na. Po ndeshja përfundimtare mas 2 muaj e ka qenë, ku ne kemi pas përgatitje një farë lloj faze përgatitore edhe pastaj janë mbledh gjithë trajnerët e akademisë, kanë pas si me thonë shablonët ku kanë pas me plotsu plus minus çka shef ky, si qëndron aspektin fizik sipas teje, si qëndron sipas teje, ku është e ardhmja atina në një periudhë 10 vjeçare, edhe gjithë kanë pas me mbush një farë lloj formulari për futbollistat e caktuar, gjithë ata që ishim aty në garë. Po loja ka qenë e vështirë për shkak se gjithë nuk kanë zgjedhë mekanizma, po gjithë kanë qenë domethënë të gatshëm me dek në fushë vetëm për me siguru një vend. Ka pas lojtarë nga Nigeria, nga Amerika, nga krejt vendet. Mas 45 minuta të parë, domethënë erdhi trajneri dhe më tha që ke marrë domethënë vlerësime shumë pozitive, notime shumë pozitive edhe besoj që me 90% nga ky moment kime qenë pjesë e Beshiktashit, por sa na zgjat si dihet, po kështu. Velem e moj mend e kam një ndresë se më pa dhënë minjer mas përfundimit të pjesës parë, si një shenjë kujtese për të jetën që e ruaj me shumë dëshirë akoma. Edhe kështu që prej atij momenti u bëra pjesë, pastaj fillon me urrit apetitet edhe hondra. Po, me qysh tash prej Kosovës me shku me një akademisit Beshiktashit, tash futbollin të 100 vitet e fundit zhvilluar zakonisht shumë për stadiume mos folën, po edhe për qendra stërvitore edhe akademi është jashtëzakonisht nalt, sidomos me shtetet në rajon edhe krahasohet me shtetet më të forta në Evropë. Qysh u kon rutina jote ditore si lojtari i akademisë? Qysh ja keni ditës? Tash pado shumë me koni far shoku kulturor prej Kosovës me kalu atje prej fushave na e dim liria çfarë kurse ka dhe sot. Edhe me kalu në Beshiktash ku i ki 10 fusha për me stërvit, ki palestër, ki pishin, ki krejt. Unë shpesher e tham që në aspektin e talentit edhe aftësive individuale që i kemi në Kosovë, unë se thujnë këta vëllezërit e Shqipërisë, garantoj me kokën time që ka më shumë në Kosovë se sa ka jashtë. Po pjesa e sistemit, megjithëse shumë njerëz e kanë bërë bozë këtë farë punë, të thonë jo si e mirë, jo sa si, është e vërtetë që si e mirë duhet me punu, po që ka potencial, ka jashtëzakonisht. Tash atje sistemi ndoshta është një sistem që futbollistat, sidomos lojtarët e ri, pa vedije i bjen me një nivel të kënaqshëm. Gjithë asaj që kërkohet, domethënë aspektin fizike, mentale, gjithçka. Edhe kështu që atë sistemi si ka qenë ndërtuar atje me këto, normal që ka pas dallim, sidomos në atë kohë, po flasëm para 10 vite, 10-12 vite, 15 vite, po thoj se gati. Edhe normal që ka qenë, edhe sot nuk është në atë nivel ku duhet me qenë, e lirë mos e ata vetë se kanë hec akoma. Për shembull, një ditë e zakonshme jona ka qenë zgjimi me mëngjesi ka qenë i selektuar prej njerëzve kompetent që janë nutricionista, edhe që kanë ditë se çka duhet na atë moshë me konsumu, cilat janë benefitet e aty në ushqime. Pastaj kemi pas, domethënë nga 10 deri në 12 kemi pas stërvitjen. Pastaj jemi kthy, pastaj kemi shkuar në shkollë, kanë pas shkollat. Unë atë kohë s'kam ditë as turqishte, edhe domethënë kanë punu me mua fillimisht me mësu turqishtën. Po pastaj kam shkuar në shkollë normale. Po kjo është çudia më e madhe njerëzve sot kur i tham çuditën, jo pse ti e ke ditë, atë po jo s'kam pas. Prej klubeve ata kena bashkëzërin, na jemi Beshiktashi para se më shku atje.
Nuk është se kam pas ndaj simpati kështu të veçantë, po na i kem klubet e mas Unë jam me Galatasaray, me Fenerbahçe. mas ne më ka kriju dhe thash shaloj ndjekje edhe kam një farë dashrie pak më të veçantë për Beşiktaşin, po në fillim jo, nuk është se. E pastaj kemi shku domethënë në shkollë, kam bromja, kemi pas prap tubime, kemi pas lont që kryesisht kanë qenë relevante me futbollin, kemi pas psikologji, kemi studiu pjesën mentale, nutricionizëm, që kanë ndikon sepse qëllimi i gjithë akademisë ka qenë vetëdijsimi i futbollistëve të ri, se si ndikon nëse ti për shembull ushqehesh mirë, çka ndikon në performancë. Jo, tash hipotetikisht më thon ty mos pi Coca-Cola se është e damshme, po me të kallëzu ty me projektor pse Coca-Cola është e damshme, si konvertohet sheqeri në organizëm, pastaj çysh ndikon ajo në performancë jo të mirë, dhe ti gradualisht e ke pas një pasqyrë të qartë të vetja se çka duhet, pse duhet unë me flajt më herët për shembull, ose disa gjëra bazika që të na nuk është se kemi pas mundësi qasjen to, edhe nuk e kemi ditë, domethënë me orientu me kohë, pastaj sa duhet me stërvit, çush duhet me stërvit, pse duhet për shembull ma shpesh me stërvit, jo si te ne për shembull një shembull që ta lavdimi, vjen topi një herë, domethënë për një orë, një dy hera prej topin, ajo atje ke pas topa sa dush, fusha sa dush, trajnerë që janë morë me ty, nëse kanë po potencial edhe janë morë edhe në aspekt pak ma special kështu me ty. E kështu që kjo, ka normal që kemi pas një farë lloj shoku, fillim ka qenë vështirë edhe mi përballu, edhe në aspektin fizik, se jemi konë në ma dopt, edhe për periudhë gjatë ata, nëse ti 10 vjet ki regjim të ushqimit me një farë forme edhe të servitjeve, normal që shokët tu kanë me qenë para teje. Edhe tash kjo domethënë na qënte një fakt që gjithë ata futbollistë që kanë dalë prej këtij, kanë dalë për shkak se kanë pas një fizikus ndoshta me të lëndën, edhe pjesa fizike i kanë ndihmuar ata që me shfaq pastaj talentin e tyre jo për shkak të punës. Edhe Miloti, edhe Vedati, edhe gjithë këta që kanë dalë, kanë qenë lojtarë që nga natyra kanë qenë të mirë, edhe tani pjesa e talentit edhe Ka dalë kanë ndjekë topat. Po, kështu që kjo ka qenë klubi kanë lumë fillim tani është që vetë shku të rrit. Po, gjatë qësoj kohë në akademi Blendi, a ke pas në moment kur ke menu që keme mujt me arritë ekipe e pare Beşiktaşit? Sidomos mas sukseseve të arrin deri te kapiteni i ekipës dytë të juniorët. Po unë jam nis me bindje të qartë, më prej fillimit e kam pas bindjen që veç kam e bo dhe s'ka rrugë tjetër, ashtu kam qenë i vendas. Bile në bisede si për me njerëz më thëshin që a din që Stambolli ka 20 milion, ku je nisa, din se ka dale se si na të prit na veç ty. Në qasi po kom pasur as i bindjen atë kohë që kom thonë kam e bo dhe me një farforme deri diku 70% është arrit ajo çka kam dashur. Domethënë gjithherë ku menu që kam e qenë pjesë e pandashme e ekipit edhe kam e qenë faktor në ekip, jo vetëm një lojtar i radhës. Kam pas, domethënë unë e konsideroj si sukses ka gjatë të madh personalisht në aspektin individual. Kam rri me qenë kapiten i ekipës dytë Beşiktaşit, domethënë me një moshë shumë të re. Kam pas disa seanca servitore me ekipin e parë, me trajnerin atë kohë Bilic që kem pas një relacion. I themi pak më vonë edhe Bilic, kështu që interesante ajo. Kjo është e gjitha domethënë. Bilic emër i madh. Si ndodhi momenti i ftesës së parë, mon men kur je hin në atë kohë Beşiktaşin, mos harrojmë ka pas Quaresmën, Tallisën, Abubakarin, e ka atë kapitenin me pljarë shqiptare që 10 vjetë, 15 Në Gjipin Salin. Edhe në ka një ekip shumë i fort edhe kur sukseset në... Ozi Jakup e ka lejtore interesant. Uzi. Po e ka pas edhe një shqiptar tjetër. Për cilë edhe unë e ljohta. E ka pas edhe një shqiptar tjetër, Erkan Kash, bëllim ato kemi raport alo i rujmë për shkak të prejardhjes. Po edhe me në Gjipin jemi takush për shherë edhe na kanë prit mirë se rajt e shqiptarët nuk janë rojnë asnjëherë, ajo është kjo domethënë ta keni të sigurt. Që shkon dita kur ta thirr edhe shëmon mend ditën e parë. Faktikisht trajnerët gjatë çdo javë kanë mbush prap një farë lloj raporti që kanë dhënë në ekipin e parë se kush mundet potencialisht në tarmën me qenë pjesë e ekipës parë. Ka qenë një farë formati që trajneri Bilic e pat bën që brenda javës gjithë ata pjesë të akademive që kanë zhvilluar lojë të mira prej moshës 18 vjeçare deri te ekipi i dytë. Për shembull, me mujt me qenë pjesë e ekipës plotësuese në ekipin e parë. Ekipa plotësuese domethënë nën kupton. Me edhe tensionin edhe kënaqësinë edhe. Po jo, është një farë lloj motivimi, një farë lloj shtyse kur ti shef ata ban servitje me ta e ki Quaresmën që aty në zhveshtorë nuk vjen interesant. Edhe dyshush e sheh këtë format të prekshëm, nuk e sheh ato si një alien, për shembull, po she vjen ai me Ferrari ti shkon me autobus edhe ti thosh tash do nesër më bëni Ferrari. Kjo automatikisht ndikon ty që ti me ndjek ëndrrën edhe më fuqishëm se sa ai e konte bon deri në atë moment.
Kështu që na kemi qenë një grup prej 7 futbollistëve që domethënë kemi pas një farë lloj rotacioni. Një javë kanë shku 3-4, një javë kanë shku 3-4 varësisht prej performancës atë javë që e ke pas. Mund ka rasti domethënë disa herë me qenë pjesë e lojëve plotësuese, tash mos ta banalizojmë me thonë që jemi kanë asi, po jemi kanë në skuadrën plotësuese edhe kur do që ata janë lëndu ose ka mungu dikush stërvitje, ne kemi qenë ai numri që e kemi plotësuar. Mirë, po që kemi luajt kundër Guti Hernandez Manuel Fernandez Almeida Quaresma gjithë ta emrat të mëdhaj, tash s'm pojtohem gjithë. Kemi luajt kundër tyne edhe domethënë nuk kanë një farë ndjenje fillimisht shumë e veçantë, po që tani me kohën edhe mësosh edhe kur e tregon pak ma solid, kështu nuk je shumë i emocionuar se e ke prek, edhe kështu që Po, e përmenëm Blendi Slaven Bilic, një emër i madh i futbollit, edhe si futbollist, po edhe si trajner të Beshiktasit, të Vestimi edhe shumë klube tjera. Po përveç ti, edhe ndimsin e ka pas një emër të njohur si Edin Terzic, që ka edhe të Dortmund. Sa vode tyra të shtëpisë. Ne jam një përgatit shumë. Gazetar kredibil, Qysh u kon me punu edhe pse për pak kohë, po tregon që e kon veç në plotësim me sani. Qysh u kon me punu me një emër kaq të madh? Po me ton drejtën tash njerëz të mëdhaj aty e kam pa që i ban modestia, thjeshtësia. Janë njerëz aq thjesht, janë njerëz aq lehtë e kimi komuniku me ta sa që shumë ma zor e ki ndoshta me dikant që është trajner në Kosovë me komuniku se sa me komuniku me Bilic. Unë mbaj mend për shembull, ai është me periudhë kroate. Edhe më thëke mu cousin, kështu folshëm me anglisht kam qenë mirë. Edhe tan kohën komunikoj edhe më ne kemi më ofruar edhe më këshilloj edhe më thëke që këtu e ki konkurrencën e madhe, ti ki potencial. Po lojtarët në pozitën tonë kanë vlera milionëshe, edhe nuk ka me të ty minutazha jo për shkak të potencialit, po paret që klubi jep për ata futbollistë duhet më arsyetuar. Edhe nëse ti një futbollist që i merr 3 milion, 4 milion euro në vit, ja jep rastin 3-4 herë, ai një herë ka me dheza, ai ta jep një gol, ata bën një asist, atë diçka edhe normal që ty pastaj shkon të shty vadja edhe nuk djera një kur. Ç'kjo është edhe domethënë kemi pas raporte shumë mira, është një personazh, një trajner me aftësi të jashtëzakonshme, unë kam pas rast me pa dhe video analizë tina, na kanë marrë puna që me mësu se çysh punojnë në aspektin strategjik edhe sistemi tyre. E kam pas se domethënë është një nivel jashtëzakonshëm edhe nuk është rastësisht shumë suksesi që e ka pas. As si futbollist, as si trajner, për shkak se ka një inteligjencë mbi mesataren, më thon lirisht. Edhe kështu që na ka rasun e kem një misi interesant për emisioneve dhe mas emisioneve na ka me bisedu që shë përgatitin trajnerat e mëdhaj lojen edhe kër unë ke tregu ti për atë pjesën me Portën që ke qenë video analizë që shë ka përgatit edhe ka fitu me qatë strategji që ka përgatit gjatë javës lojen unë së me të befasum se ta shëralisht për shumë këto që shë përgatisin po para kjo ka ndodhë dykon 2-13 vjeti ka kjo punë dhe me thonë detajet janë gjithçka që vendosin futbollin elitar lojën pothuajse. Edhe mua aty për shembull më ka bind që për një dora trajnerit, për një trajner me qenë i përgatitur mirë dhe me njoft me studiu mirë ekipën kundërshtar dhe ekipin e vet të mund, pavarësisht se çka kiti në dorë, çfarë kartë e ki në dorë. Unë mbaj mend për shembull kemi qenë pjesë e analizës edhe na e studium Porton për mujt tona, për javë tona dhe trajneri Bilic që ka pas një farë sistemi që ai funksionoi me plan A. Ndeshjet e mëdha nuk ka pas plan B, C. Është shumë interesant, se për shembull edhe në licenca edhe në televizion edhe gjithkund shfaqet ajo që trajneri ka 3 plane A, B, C, ka edhe planin D nëse funksionon kjo jo. Ai thënë që na duhet me u përgatit kaq mirë dhe instaloj kaq mirë në kokën e futbollit që na domethënë kena me operu vetëm me planin A. Tash ka qenë interesant se Porton e ka studiu pjesën defanzive të Portës edhe Pepe lujke në qendër të mbrojtjes, në qendrën e majt mbrojtjes në atë kohë. Edhe mbrojtësi i majt i tyre ka qenë pika e dopt ku na u fokusojshëm, jo sa e ka qenë pikë e dopt, po na kishim armën e fortë, kishim Quaresmën në anën e djathtë. Trajneri ashtu e shpjegoi që në analizë. Edhe thëke që na duhet me pru punën që tanë kohën Quaresma me lujt një kundër një me mbrojtësin e majt. Qysh e bina punën thëke Abu Bakar ka qenë qendër sulmuesi. E thëke ti kime lujt me shpinë tanë kohën edhe kime mujt fizikisht Pepen, se ndryshë së në mund, ajo shumë i shpejt. Mos me lanë me dy fishu Pepe. Mos me lanë se Pepe në analizë poshëm se tanë kohën mbrojtësi majt, në ato gabimet e pakta që i ka posa, po në ato duele që i ka hub një kundër një, ka qenë i dublum pe Pepe sa shpejt se Pepe armë të fortë ka pas shpejtësinë. Mbrojtësat janë shumë gadalshëm, me shumicë raste, po Pepe për atë punë ka qenë Pepe, se ka pas armën e vet. Edhe e ka dublu tanë kohën, domethënë
Abu Bakari e ka pas qëllim nat ndeshje mos me lujt mes dy portave, tash po themi, mes dy shtyllave, se aty sillet që ndërshëlmu se në është një nans klasik. Po ka pas me lujt mes vijës gjashmëqit edhe portës ku po, sakt. Këtu domethënë ka pas mu pozicionu gjysmë vajt. ka lum Pepe, vetëm me Pepen. Edhe mos me sulmu zonën, po me e ndal Pepen. Pse qysh tash domethënë Quaresma me 90 minuta me pas 15 herë ose 20 herë situata tani kundër ne me mbrojtësin kundërshtar, me mbrojtësin e majt, edhe kush me përfundu lojën tash, nëse Quaresma hipotetikisht kalon mbrojtësin kundërshtar, kush me finalizu? Jo, pikërisht, Abu Bakar me qëndru me Pepen, po Talisca pe plani dytë, se ka pas një përgatitje atletike, hapat e mëdhaj, hapat gjigande dhe i mirë në aspektin e vrapimit, ai kur do i ke mrin ke zonën, hapin e madh, e gjujke topin në krah dhe zonën se ka pas probleme më rrinjas njerë. Edhe shurve ma golla shënus. Po, edhe lojen me Najer, me kokë ka pas tjash zakonshme. Edhe, do më thonë të s'ka plan tjetër. Plani tjetër mundet me qenë Quaresman, me u dëmtu në aspekt muskular, diçka, na vendosëm një lojtar tjetër në atë pozitë, po që strategjia ka me qëndrua një. Kjo është plani. Me kryesu te Talisca. Vazhdon me kryesu te Talisca, jep Talisca 2 golla me krye, fitoi na 3-1 Beşiktaş. Port. Domethënë çit nivel është analiza në klub. Domethënë këto detaje vendosin ti thu pse. Ka shumë e njëjta lodh që na pa tregu edhe trajneri Zekiria Ramadani kur ka qenë me Stefano Piolin te Lazio. Kur i ka marrë licencat e ka përcjell Stefano Piolin, edhe Lazio ka arrit me mposh Sampdorin, veç shkoku i një gabimit që kanë studiu të në analizaj Palombo, me sushuri defanziv, e kish morë gjithë tupin në këthem njonin krah. Në korë më pranim, veç në këthem edhe e ka bo gjithë sulmoja këthimi në ndjallë se kena mja vjedhë tupin. Edhe ja vjedhë tupin Luis Alberto, Klose jep gol 1-0. Është me të vërtet tash është me të vërtet magjike edhe qysh për shembull i bën se njerëz menojnë idul, a vëden. Po jo idul, po edhe tifoz për shembull menojnë, na kemi pas raste kur kemi tentuar për shembull edhe me nxjerr korner, kemi pas organizime strategjike në pjesën e kornerave, jemi organizu, edhe ka shku, ka pas mundësin me kryesu topin zonë, nuk e ka kryesu, ka këshirë me nxjerr korner. Edhe tash tifaz me drejtë revoltohen se nuk i din pra paskena, dhe thojnë, shka të bomër kjo aden, që e pat me kryesu, se s'me kryesu. Po, e tash për shembull befasohesh me çfarë detaje të vogla dhe sa vështirë është me deshifru, ndoshta te edhe deshifron lojën, po atë është automatizuar, sa ki shumë vështirë me ndal, vetëm nëse ki profile mira për atë punë individ, tash me të drejt paguën aq shumë në botë se arrin me në hatë situatën me pa dhe mrenda lojës bojnë rëshitje që ndoshta edhe nuk janë kanë pjesë e strategjisë e planit trajnerit, po ata vetë tu e pa domethënë lojën, që është vendi mod ku vendi që thonë ata bojnë rëshitje mrenda lojës, është domethënë shumë interesant kjo pjesë. Si shukon mendo e përmend zhveshturën me këta cilë pe ty në të ka bë përshtypje pe këtyre lojtarëve si në aspektin pozitiv po dhe negativ. Se din me konë edhe arrogant. Din me konë edhe arrogant lejtarët e mëdhaj. Po për shembull Quaresma u fol gjithmonë për probleme në Beşiktaş, përveç se konë lejtar jashtëzakonshëm, po konë edhe problematik. Ka pas për atyne që kanë qenë ekstrem modest, ka pas për atyne që kanë britë e pare shumë shpejt. Tash futbollisti vet profili futbollist është shtiri menaxhueshëm. Herët vinte parja, kanë gjithçka mendojnë se bota sillet rreth tyne, edhe domethënë krijojnë një farë lloj ego që është e pa përshkrueshme. Ka pas pe tyne që për shembull janë sjell shumë mirë, që na kanë marrë, na kanë trajtuar si më qenë fëmijët e tyre, domethënë pjesë të ekipit, na kanë nxjerr darka, dreka, domethënë na kanë me makina shtrejta se na atë kohë ishte interesant me Lamborghini, Ferrari, na kanë marrë dhe na kanë shetit. E po ka pas pe tyne që për shembull kemi pas raste edhe negative. Për shembull kemi pas një rast me Quaresmën, ka pas një periudhë ku dojshin klubi me përjashtu për shkak se ka pas qef më morë me tifoz shumë. Bile ka një rast kër i thot tifozit hajde merret i ndrejsen edhe hen t'i luj. Tani mas ne bëhet në klub shumë e madhe, po s'mon kërkush me edukua, ka qenë asi profili. Edhe jashtëzakon shumë loj, u dëshke na herë krejt klubi me përshtat atina për shkak se e zgjidh ke situatën, atë ne zgjidh ke lojën. Edhe shkon edhe Biliqi ka qenë si karakter i fort, jo për çdo sent tash me kallzu se kush është aty baba, po ka pas momente kur i kam shut avolinës ka thonë dej këtu edhe mos shkon atë. Edhe një rast e moj men, domethënë në çat periudhën kur ai kishte probleme me tifozët, bojnë thirrje grupi Qarsh është i Beşiktaşit që me largu se sjellje arrogante të këqija kështu. Edhe e çojnë me stërvit me ekipin e dytë. Po ai në një moment vjen me alkool, vjen kështu pak jo në gjendje të mirë, edhe thot
po du mundru në vetë, e gjumë çantën zhveshtorë, edhe del në ketë jashtë se po du mundru në vetë, aty po thash ty po du mundru vetë, ajo pak. No. Po ai ka si kesh aty. Edhe shkon ai një lojtar jo, një pe kallzon sigurimit, çto bën të thirrën ata të ekipës parë, se na thjesht me një qendër Po kemi stërvit, veç fushat i kemi pas në tane. Vjen sigurimi, e qesin jashtë me sigurim me çu si far bon, domethënë më kjo kon domethënë një rast kur hen zhveshtorë dhe thot unë jam këtu, kej dilni jashtë, ju 30 vjet asaj jeni, kej dilni jashtë në vet po du mundru se çashtu jam nervozën atë. E ka pas situata edhe në ekipin e parë, për shembull futbollist tjerë kur për shembull kanë pas pak naci, i kanë gjujtje lekat e sene, mi po te Biliçi u kon bak ma se s'ka fal, kush ke domethënë rregullat i ka pas, edhe ke pas të printuna atë në zhveshtorë, dënimet, gjithçka sjellja ju e mirë. Ka pas edhe ty që janë kon super profesionist, super lojtar edhe e përmend Oz Jakubin për shembull dhe disa tjerë janë kon Guti u kon ndërta Hernandez për shembull, u kon një shembull që domethënë pavarësisht karrierës të madhe, po unë e kam kriju një bindje që sa më i madh thjesht në karrierë, aq më modest. Sa më i vogël, që sa më shpejt i mbrin te para, mendon që usos dyjonja dhe nuk i njen njerëz. Po. Ç'kjo është? Pastaj Blen ka ardhur në një lëndim që ta ka ndryshuar pak rrjedhën e karrierës. Ajo, i Si ndodhe, po, si ndodhe gjatë ndeshjes, gjatë stërvitjes, sa zgjati. Kanë ofër kontratës të rena atë kohë. Po, në atë kohë, domethënë atë vetëm skadoi kemu kontrata, edhe domethënë lëndimi ka ndodhur në periudhën e dimrit, edhe kemi pas domethënë stërvitje me ekipin e parë, një duel, ata nuk është se nashta, po në atë kohë kanë qenë edhe më të përgatitur edhe forca fizike pak mushkel një mbrojtës në atë kohë më duket se ka qenë Danias diçka ka ndoket se ai mos ka bëj edhe domethënë nyën ma lëndon shumë ran edhe nuk më rikuperu deri në verë domethënë jam ashtu me gjys rikuperimi kontrata më s'ka dën po nuk është tash veç për shkak të lëndimit që unë nuk kam arrit me siguru kontratë po ka qenë edhe pjesa e konkurrencës të madhe në ekip që në atë kohë nuk kanë pa ata potencial që unë muj me u rikuperu edhe me azon vendit Fernandezit e Oz Jakupe. Ashtu ka qenë vendimi i bordit, se tash unë shumë lehtë më thonë që valla adin veç puna e lëndimit se unë kishna më rrinj adin, po jo unë se e kam pas rastin dhe e kam dëshmu vetin që po tash ata vendosin mua më bëni kontratë, një aneks që edhe mua më mshu me qira, domethënë me huaze. Edhe tash domethënë unë në atë kohë kam pas menaxher vjen Shkumbimi, Çor Mehmeti edhe Harisi Fakiç. Edhe domethënë vin ata diskutojnë me bojna marrveshjen me ta, edhe mund domethënë lëndimi nuk më kalon, është një lëndim shumë i rënd, edhe nyjet janë shumë fragjile, janë komplekse, është shumë problem me u rikuperu prej tyne. Tu e pas parasysh që ti duhesh tankohen me stërvitje dhe me lujt, asnjë aktivitet pa përfshi nyjen s'e ban, pastaj gjaku nuk qarkullon shumë me mostina në detaje se edhe e kem mësu krejt, po jo, edhe shkako që kemi pas mësime për këtë pjesë. Kemi pas edhe anatomin, domethënë kemi studiu çu rikuperohesh, pse është më rëndësi, të kallzova me flenë kështu. Nëse edhe tash ti domethënë na prej Turqisë vendosim me shku në edhe menaxherat të muzojnë që është më mirë për ty tash për karrierë, mos më shku në ligën e dytë se ata kishin me më qumë në ligën e dytë të Turqisë me më huazu, edhe me u kthyu në malet tani me bu pjesë e klubit nëse vëjnë, nëse kthehena mirë, përgatitna dhe zakonisht edhe në ligë dytë ka ekipe shumë të fortë. Po kjo është po atë mundi tash e cilësoj se kam bëni gabim, pse nuk je shku në ligë dytë, po pse nuk jam shku në ligë dytë. Edhe domethënë vendosi shkojnë në Rabotniç, që moj mend që kam shku me nënshkru me paterica me këse si thonë se kam qenë i lëndu. Kemë edhe si pyetje. Po, edhe shkoj në nënshkruj edhe pastaj e vazhdoj karrierën në Rabotniçki të Maqedonisë. E kemi pasur aty një profil që do të më përmend Igor Angelovskin, selektor që boni histori me Maqedonisë. Nuk e kon vetë aty, ke pas edhe shqiptar të tjerë edhe keni kon ekip i mirë. Po kemi qenë ka qenë Taulant Seferi, edhe Suad Zahiti, ata i kam pasur edhe Cimera, domethënë kemi banu bashk në Maqedoni, edhe kemi kalu, domethënë jashtëzakonisht mirë, u kon një ekip shumë simpatik, strategjia tyre u kon piketimi i talentave të ri, domethënë promovimin në Evropë se Rabotniçi çdo vit merr pjesë në garë. Kemi edhe lojën me Helsinkin. Trajneri merr mua edhe se i lëndun veç për me pa atmosferën edhe për me ndjej atë himnin e Champions League-s, që sa dhe kujtoj me krenari si moment. Edhe domethënë lojën me Helsinkin e kam qenë domethënë pjesë e klubit dhe kështu që. Një ndodhi interesante të ka ndodhur sa e konte Rabotniçki tu kthy pe përgatitjeve për Kroacisë ka ndalu në Serbi.
Se e kujton këtë hua, si Kjo është një Që moment shufeve në shumë shpia. interesant që ja humor, si me thonë, i noti alo ma shumë qenëve tonë, serbëve. Unë, do më thonë, në atë periudhë u ktheva nga Turqia dhe nga Maqedonia në Kosovë, sepse procesi i vizave, ne alo nuk ishim të, do më thonë, nuk na njith kjo pjesa e pasaportit edhe, u desht me u kthy në Kosovë me u pajis me vizë, shkoj te ambasada këtu e Slovenisë, pajis na me vizë, edhe ata vazhdojnë për Sloveninë përgatitje Rabotniçki, unë shkoj mas 2 dite i bashkona pjesës tjetër, po shkoj me aeroplan. Më thonë me aeroplan prej Maqedonisë udhëtoj për Sloveni edhe atje në Kroaci, vinu morin edhe më çojnë në Sloveni. Do të thonë aty ishte ngat. Edhe tash kryet faza përgatitore krejt edhe kthejmë me autobus në kufinin Kroaci Serbi. Ora 2 mes natës, a ditë trajneri e shfrytëzoi kohën më unis ma vonë, po me bë gjatë ditës. Jo, më gjatë ditës me bo stërvitje, i banëm da 2 stërvitje edhe po kthejmë me autobus, se tash i kishëm 2 ditë pushim. Dikun mes natë, do të thënë ora 2 natës, kështu për afërsisht, në kufin analin edhe unë këtë lirë jam me Suadin, me këta pjesën tjetër të ekipit, me shqiptar ma shumë nejshëm. Edhe veç po hinë ata pjesa stafit ndemës të Igorit, Angelosit, po hinë edhe po thojnë, Blendi tut me zbrit në kufi. Thash, po adin për çka me zbrit? Unë do më thonë letë njoftimin e kisha lënë në Kosovë se e kisha nisë procedurën për me marrë patent shoferin, le. Edhe unë me pasaport nisna, me pasaport kishë në autu, edhe se njojnë pasaportin edhe çka bojnë, tash unë i kisha dokumentat krejt, ishin në nshkrime zyrtare, fotografit në krejt mediat, edhe shqip, edhe maqedonisht, edhe anglisht, edhe, po do më thonë, bani buje i transfer, nuk u konë nëj diçka e thjesht, edhe kanë mujtë ata qase me pas, lista e klubit e krejt s'ka pas as. Po, ata vendosin mu më zbrit se ti nuk i ki letë njoftimin, edhe na nuk e njohën pasaportin. Policia më lidhen, ne pin Angelovski aty bisedon me ta, thotë është vesh një sportist, lene këtë pjesën mo, adin e armitësisë e luftës, është vesh një futbolist, i ka 19 vjetë, adin është mesi natës, qa kena me bon, thash, qysh mi a bona, adin këtë klubi së në këthejon për ta, qysh mi a bon. Jo, veç me shdryp, nuk kalon. Je Kosovar, edhe dhe më thonë nuk kalon, edhe qa me bon është spriti poshtë, një polis po më afrot, po thotë nuk mund është me kalu, mu tash bja fillun edhe mu miritu, normal isha edhe i ri, nuk është se kisha eksperiencë me menagju këtë farë situate, se adin është i pa provun edhe i thamë një bëma thamë pasaportin se nuk pëdu me kalu heshka jo, adin edhe moj men u afru një tjetër dhe tha që është arri mirë, tha se as për havaz nuk lëna me kalu. Adin, do më thonë, dejnë qatë formë shka në armitësia që një sportisti, do më thonë, si lejo pa kur farë fakti që mund është me i bo dam diçka, shtetit ose qa pëta diçka, do më thonë, edhe unë zbres në kufi, aty pastaj, po, edhe shkoj me një pomë të benzinës, bile moj men se këthimi ka qenë pak ma kompleks. Këta dojnë shokët, dojnë më sumlon vetë, po një thamë që adin muj me menagju vetë, e marrë shkoferin, dalë, shkoj të një pumë për benzinës presë, aty kalën një autobus që shkon për Zagreb me turista. Bisedoj me ata turistat do italiane, do qështu. Edhe korruptojnë ata një farë kondukteri, më shtinë si tepris që aty në autobus, shkoj dhe në Zagreb. Edhe kështë që tani prej Zagrebit u thaj edhe kthej në Macedoni. Sa rrën të Rabotniçki sot vjen me nejtë, një vetë? Jo, të Rabotniçki rri gjysë sezone. Gjysë sezone, tani vjen Kosovë. Pastaj vinë në Kosovë, të Trepqa, të Atenon. Kështë e mon me periudën të Trepqa të Atenon, një ekip me plot talenta. Po edhe Trepqa të Atenon, faktikisht ka funksionu në sistem të njëjtë me Rabotniçkin, edhe jo ka piketu talenta, edhe shumica sot që janë konë edhe Rëmbroja, për shkak sot është një pej aktarëve që po bën diferencë në ligën tonë, ka qenë pjesë atëherë, ka qenë emrat mëdhej të futbollit Kosovës, Shpëtim Idrizi, Emin Baliqi, kam pas një periudhë shumë të mirë, kam kalu shumë mirë, po që me një formë apo tjetër nuk mundesha se si me u rikuperu prej atij lëndimi. Domethënë kam vizitu mjek më të mëdhej, spitale më të mëdha, veç se u kon domethënë një rrezik që nëse operohem mundem edhe me mbet tash mos më shëru asnjëherë, edhe ka qenë risk i madh dhe për atë punë dojshëm me prit që me u stabilizu gjendja, mos me marr atë risk se tash shëndeti është para karrierës futbollistike. Edhe aty do më thonë kam stërvit me ta e kështu, po që në asesin nuk o mujtë me rikuperu edhe komendos
do të thonë pastaj me bëni pauzë një vjeçare me konsulencë një mjekët turk që ka qenë pjesë e stafit të doktorave në Beshiktash, tekror, do të thonë pastaj kam shku prapë në Beshiktash edhe ai më ka thonë që dush një vjet me pauzu edhe ma dha një diagnozë, një terapi se çfarë dona me bë. Edhe pastaj domethënë kam vazhdu te Liria Prizreni, po kthena në shtëpi. Edhe ja nis me luka. Ja nisi me lujt edhe e kam një start shumë të fuqishëm. Me njerë në javën e dytë ndoku se zgjidhna atëherë në atë kohë lojtari më i mirë javës, Lapit ishte ndaj 2 golla. Domethënë qysh në kthem edhe do të thonë filloj me Mu kthy emri me mendu, mu kthy emri, po se po edhe me mendu për ëndrrën e madhe edhe me bë karrierë jashtë. Po, me bë karrierë jashtë. Të erdhë mundësia pas Liris, pas paraqitjeve të mira apet në ligë të parë Turqisë, a? Po, jo në ligë parë, në ligë 2 Turqisë, po në ligë 2 Turqisë, prapë domethënë për shkak të CV-s të mirë tash më shumë. Po edhe lojna të mira se Pe ligë 2. Pe ligë 2 po. Për shkak të lojna të mira këto edhe për shkak të një CV-s të mirë se tash Beshiktashin e kisha një farë lloj etikete edhe rapotniçin në shtëpinë edhe ka qenë më e lehtë me mri deri te kontaktet edhe te njerëz që mundin me potencialisht me çumë një ekip të mirë, kështu që edhe pas Çu shka ku aty ke klubi? Mirë u konë edhe aty kum kalu ekstremisht mirë, kum pas një paraqitje të mirë, po prap vendosa me u kthy në Kosovë, prap në Liri, pastaj në Llape, në Dukagjen kështu me radhë. Te Liria munol, se te Liria ti e keni periudhë interesant me Lirin. Qysh duket Liria sot edhe në atë kohë, domethënë për shumë në 10 vjet e fundit sa siguron Superligën, sa vjen ligë të parë. Pse s'po mundet më stabilizu ky klub që për shumë njerëz sportit e përbën atë katërshën e madhe, pa marrë parasysh vitet e fundit do t'i njohim edhe sukseset e Ballkanit dhe dritës. Po kur të folëm për periudhën 100 vjeçare në atë futbollit ton, Liria është aty në lart. Se ky klub ti e kam pjesë shumë periudha ndryshme, domethënë edhe një mirë ambientin atë. Po me thonë drejtën, një farë lloj jo stabiliteti e ka për shumë vite me drejt e ban pjesë në katërshën e madhe të futbollit të Kosovës. Ka një historik që nuk është edhe i rastishëm, po edhe është një diçka që duhet me u vlerësua nga opinioni i gjerë që ndodh. Po ka një farë lloj jo stabiliteti, nuk e dim sakt se pse ndodh që Liria mos me mujt me qenë afatgjate në garat e Superligës. Nëse kthehesh në kohë për shembull me shumicë të kohës ka pas emra të mëdha edhe kemi pas ekip të mirë të ankohë. Po është një klub i madh edhe ndoshta ajo madhështia e atij klubi futbollistët pak i ban munin presion. Edhe është shumë interesant që ne kemi pas emra të mëdha në klub që dikun tjetër kanë performuar mirë kur kanë ardhur te Liria, është një farë lloj ngërçi që s'mund me shfaqet vetën. Se Liria tash veç tjera përveç historikut të qytetit Prizrenit e ka edhe një tifozëri arpaqik që janë të jashtëzakonshëm. Unë për shembull shpeshherë përmendi raste kur kemi pas ndeshjen e barazhit kanë ardhur tek autobusi edhe kanë qenë krejt kuq që kanë nejt ta notën të bë koreografi e sene dhe ajo është punë që bëhet pas një cent, është punë që e ban pe vullnetit që veç se ki dashni ku çdo tjetër. E tash edhe ata tifoz domethënë me përkrojën e tyre dhe ke qyteti njerëz janë të interesuar në Lirinë me posa mënal krijohet një farë lloj presioni që është i pashpjegueshëm pse ndodh. Nëse kthehemi te financat, nuk është se Liria nuk ka financa. Ka pas mbështetje komunale për kohë, pastaj u privatizu. Ende sot qëndron mirë në aspektin financiar. Nëse krahason me klubet e ligës parë, qëndron te top klubet. Mos them më mirë se ndoshta edhe pjesa e Superligës, nuk ka pas obligime financiare për shembull. Asnjëherë nuk është se na kemi pas telashe me rruga apo me çfarë diçka. Po që për një arsye apo një tjetër, ndoshta edhe pjesa e menaxhmentit, normalisht padyshim është fajtor tash, mos ta se. Është fajtor për shka pse nuk ka mujt Liria me pas një stabilitet. Për atë punë mendoj që duhet me pas njerëz kredibel që janë pozita kyçe në klub, jo vetëm te Liria, te gjitha klubet, që njohin ambientin, po që din pak pjesën menaxheriale si me thonë me organizu në mënyrë që me qenë afatgjat. Blend e përmenëm të Beshiktashi, Biliqin edhe Angelovskin të Rabotniçki, po edhe në Kosovë të Liria në disa etapa, të Llapi, të Dukagjinit, të Trepçat edhe të Non. Domethënë të ka me punu edhe me trajnera vendor, shumë raste, cilit kalon për shtypje. Trajnera vendor? Për vendor që i ke ndru të klubet kosovare. Për shtypje pozitive. Për trajnera vendor, për shtypje pozitive, tash nuk i dija muj me cilësu si vendor, po ka qenë Naxhi Shensoj.
Po, Naxhi shënsoj, po ai nuk e di, ai është i Prizrenit. Ai për mendimin tim është një profil jashtëzakonshëm, edhe po te trajnerat vendor, unë du me përmend një emër që ndoshta nuk ka pas ndoshta shumë hapësirë në futbollin e Kosovës, edhe shpesh herë këto punë të na bën shumë me halo funksionon kjo par pjesa e nepotizmit, mos më thon tash me njofsie me që i thirrin kafe, halo e trajnerat e mruan kafe, që është jo normale tash me ndodh, po halo ç'është ndodh, është Gzim Hasi. Është i Prizrenit, është një ish futbollist, e ka një inteligjencë edhe e ka një mënyrë se ç'është punon, ç'është afron grupin, është domethënë jashtëzakonshëm. Po ka edhe trajnera të tjerë, ka Ramiz Krasniqi për shembull, kemi pas një periudhë shumë mirë me ta. Ka tash nuk është se po më kujtohen krejt, po ka emra që janë edhe profilet mira, edhe që ky Gzimi për shembull, edhe pse ka punuar në periudha të shkurtra, shumë mirë ka ditë me menaxhu grupin, se trajneri duhet me qenë psikolog me gjitha. Me ditë situatën e futbollistit, ç'është me vepru, sepse me të vërtetë janë profile vështirë të menaxhueshëm. Sidomos futbollistat e ri që shpejt mrrin te një fond, shpërthem, te një stabilitet financiar, nuk është e lehtë me menaxhu. Ky vit i fundit e Liria e moj menat ndeshjen, domethënë e mune Ferizaj është favorit. Vjen për një periudhë shumë të mirë në vjesht, Ferizaj në kanë llogarit që ka merrot direkt, e merr një trajner kroat dhe i bën Ferizaj do fitur edhe po jetë në barazh. Këtë kam prit që Ferizaj e mund. Po se ka qenë e funda edhe shumë pak pikë, 70 pikë. 70 pikë dhe i fiton Ferizaj, si më thonë ja 30 pikë dhe siguron barazhin. Këtë kam prit që Ferizaj jetë në ligë, po jo e fiton edhe i moment të hinë edhe shëtën penal. Penaltin e parë. E parë. Edhe që ajo është ndeshja jote e fundit apo? Po, që ajo është ndeshja ime. Edhe kthen Lirin Super League bashkë me është edhe Gjera, është një ekip shumë portieri Hoda. Po, janë një ekip një grup futbollistëve nga Prizreni që jep shpirtin në fushë edhe që për shumë kohë shpesh nëse folim me kuota ju jeni jo favorit i madh. Absolut. Ne edhe kemi qenë vetëdijshëm. Po. Edhe zakonisht ekipët që mesin nga Superliga në barazh, zakonisht janë favorita më të mëdha se ekipët që tentojnë me hijas të parë. Kështu tash na djemt nga Prizreni, kështu i kemi pas një farë lloj grupi që kemi qenë shumë shok të mirë edhe shpesh kemi sakrifikuar për klubin në aspektin financiar, kryesisht kur kemi negociuar ose kur ka ndasht klubi me quni mesazh që na po organizojmë, e kanë bënë në nënshkrim me neve në mënyrë që edhe tjerët me po me thonë presë tashti është Memaj aty, është Gjera, janë disa lojtarë aty që janë të mirë edhe mujnë na me ju bashkua të grupit me synu një objektiv madhor, kështu me thonë. Edhe tashti ndeshën me Ferizajn, unë nuk kisha në një majqën startuse. Po. Edhe nuk është se kisha shumë raportet mira në atë kohë me trajnerin, aja ka pas një farë lloj filozofie që pas një herë nuk është që jam pajtu me ta. Po nejse. Po. Edhe ne ushtrojmë penalti. Na faktikisht thell dikun brenda neve besojshim që ne mundna me qu në penalti lojën. Edhe e mbaj mend se trajneri e cakton 5-shën e parë. Edhe unë nuk jam në 5-shën e parë se nuk isha startos. Po në diskutime sipër unë kam tash pa dasht me lanë modestin anash, po si futbollist kam qenë domethënë kam marrë përgjegjësi. Kam marrë përgjegjësi dhe kam qenë konkretizues. Shpesh herë kam pas edhe probleme me trajnera edhe me bashkëlojtarë që në zonën finale kum godit domethënë me 2 kamp edhe jam kon telejtar trem kështu, kam fut kokën. E kështu që ndeshjen e barazhit unë fillon edhe tashti bëhet momenti ku thyen arat që thonë. Edhe çka më bë trajneri më thot mua Pilona thot keq sadonash ato që janë kontra ti thot me hi edhe me kallzu që për ne don klubin edhe je djali i këtij qyteti je kanë për shumë vite edhe ti zot me hin lojë tash. Ishte minuta 115 nëse s'ka bëj ose 110 diçka kështu pushimi pjesëve as di çu kon tash sakt nuk e di. E veç e mboj mend që jam inkuadruar në lojën, list nuk isha në servitje kur goditën penaltit, isha në te ekzekutues më të mirë edhe, po aty nuk është në pyetje kush ekzekuton më mirë, po kush ka trimnim më shumë, vërtet. Edhe kush më gjak ftoft, edhe kush ka eksperiencë më shumë. Kush e këshir si trajneri. Është vështirë për shembull se
tash nëse me bëjmë një farë krahasimi kështu, figurativ, si me pas ke qytetin në shtëpi. Po, e vërtet. Edhe ti nuk mundesh me mri as te to. Lojt ma Kur shumë sfiksohesh, ti je pa frym. Na kish kishëm lujt edhe 2 vite më herët ka qenë Graniti trajner, Granit Begolli, kemi pas një performancë jashtëzakonshme, lojmë me vështrinë e hukum. Bile na masi Granitin pastaj e hekin, krijohet një frym, një atmosferë e jashtëzakonshme edhe i thojmë trajnerit re edhe pëmojnë në qëtë grup edhe në Super League kena veç me kalu ligën e parë edhe me fut në Super League se e banëm u bojnë loja u kriju sistemi po mdodh një keq kuptim me antarët e kryesisë e mrohet një trajner ama na e dishim që na kemi me u inkuadru në Super League bile na u kontorsht me u inkuadru pa barash po këto farë problematikat edhe po në barash edhe vjen momenti i penaltive kur në stërvitje gjithë kishin qef me marrë përgjithësi. Gjithë ishin unë e godas, ne shumë kallaja. Kur vjen momenti unë shafshin. Vjen momenti minuta 120. Pyetja trajnerit kush godet penaltin e parë. Kush as këtë shumë njëri tjetrin do jo musku, jo zgjatje, jo edhe këto lëndimet për shembull ndodhen më shumë si pasojë e frikës, jo si pasojë ngarkesës fizike. Se kishte luajtur tan kampionatin me 90 minuta, është e njëjta lojë, po ngarkesa rreth e emocionalisht edhe thot trajneri kush godet penaltin edhe thot edhe unë marr topin. E marrën e topin edhe thot ti thot goditi parë, thash po unë thash goditi. Kush se goditi thash unë ashtu thash kush ka me godit. Këtë thash ta janë tardhën aty në pavjole. Unë edhe ashtu marr pozicion e kull na edhe e marr topin edhe vendos. Edhe kemi pas arpajekt mbrapa. Bravo, po, më këtu kontribua. Kur kemi godit na nuk është një asnjë zon. Domethënë a din çfarë avantazhi psikologjik është me pas tifozërinë tonë. Edhe deri nat kur e kum ekzekutu vet nuk e kum dit. Edhe kur e kum goditur në penalltinë e parë, e kum shënu domethënë penalltinë e parë. Me një farfor me 90% na jemi kon detën që jemi në Super League. Me pedo. Kur kanë marrë lojtarët e Ferizajit me godit topin. Çfarë zhurmë, çfarë presioni, çfarë gjeste janë bën rjetat. U drejshin shtyllat. Domethënë nuk kanë shumë emocioni, po edhe gjatë periudhës se edhe tifozët e Ferizajit edhe tonë kanë pas një farë lloj lufte edhe në tribuna. Arpajek të shtirë me mujtë tribuna. 1-0 janë loja. E zhurshme u kon. Po. Edhe kështu që na domethënë inkuadrohem është një moment ndër më krenar që kujtoj me shumë qef që kemi arrit liris paktën me fynomen edhe me këtë. Edhe te lën futbollin. A u duket që u përmbusha pse ardh vendimi mu pensionu? Jo, absolut. Unë gjatë tërë periudhës, gjatë tërë kohës sa kam qenë me futbollin, kam vujt shumë prej lëndime. Ligamentet i ke. Po 2 herë i kam kput ligamentet e gjurit, pastaj lëndimet me nyje asnjëherë më kanë përcjell, domethënë asnjë kohë asnjë lojë nuk e kam që kam luajtur 100% i gatshëm në aspektin fizik, gjithmonë me sakrifica edhe fillova edhe me u lodh për asaj pune, tankohen me mjek, tankohen me terapi, tankohen me fasha. Edhe kështu që vendosa për të mirën e shëndetit tam fillimisht, po të karrierës sepse fundja jeta nuk është futbolli, duhesh me vazhdu edhe mas futbollit. Po që ftesa kam pas, kërkesa kam pas për njerëzve të futbollit edhe prej shokëve edhe prej dashamirëve që me u kthy pilotash von, alo kam pas kërkesa. Pyetja është pyetja e fundit, domethënë të shohim na si analist, po ti vazhdon edhe në pjesën e biznesit familjar që e ki me punu ato, po ku e sheh vetën futboll? Me thonë drejtën është një pyetje që nuk është se ja përsëriti rrallë vetit, ka shpesh ja përsëriti ku kam e pa vetin, domethënë unë pe futbollit nuk mund të më heq dorë me një mënyrë apo me tjetrën, formën e analizës e kam gjetë si formë që edhe mos më u tërheq prej futbollit, po edhe me kontribu këtij veni, këtij futbolli, sepse mendoj që kam shka me i dhonë për shkak të asaj që kam pa shumë edhe kam kalu kaqja shumë pavarësisht që nuk ka qenë një karrierë shumë e gjatë me vite. Nuk e di, ndoshta mendoj që kisha mujt me i orientu trit në karrierë, ndoshta ka pjesa menaxheriale më shumë, shkak edhe të kontakteve dhe zotërimit të gjuhëve të huaja, flas 4 gjuhë tash të huaja dhe mendoj që kam kontakte të mjaftueshme që ndoshta trit me i nxjerr në pa dhe me i tregu, sepse unë mendoj që kam qalu te pjesa e nuk e kam pas një mentor të mirë që din me menaxhu me mu mirë, me më tregu se çka qysh tek. Ndoshta mos them një menaxher të mirë, po njerëz që të rrinë afër vetit dhe që dinë me të orientu, sepse është kruciale një vendim i jo i dur në karrierë me një periudhë caktuar që ndryshon rrjedhë me shumë hapa mbrapa, kështu që kjo është. Blen na turojmë sukses drejtimin e ri. Me fol
10 Gjere orë për futboll. Gjere gjatë e vërtetë. Po e kem kohën e limituar Kohën e limituar, me na magazin. normal të urojmë sukses nëse Faleminderit që merr këtë drejtim si menaxher. Absolutisht për klubin tonë e ki. Sigurisht. Faleminderit Fjali shumë. mirë më sori që je. Unë Pastaj du pjesa tjetër. Unë du me falenderu edhe Telegrafin, mos ta harroj tash se ka qenë ndër gazeta e parë, domethënë që ka shkruar për mua kur unë kam qenë në periudhë, domethënë kur jam bë pjesë e Beshiktaşit. Ta domethënë para 12 viteve, tash unë bë ose 3 muaj të sakt. Se jam bë, domethënë ka qenë ndër portalet e para që kur kam klikuar në internet e kam gjetë emrin tim, domethënë ka qenë Telegrafi. Kur ndoshta media tjera apo njerëz tjerë nuk kanë pas, s'po them interesim, po që ju keni qenë part me një arsye apo tjetër që keni bën shkrime për mua, edhe ju falenderoj edhe për kësaj për punën shumë profesionale, po ashtu edhe për podcastin. Ishte kënaqësi e veçantë edhe jam i hapur çdo herë që Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, duke i falenderuar sponsorët tanë pijen energjike Golden Eagle dhe Air Muni, vendin ku do të rezervoni gjithmonë për pushimet e verës, ne ju falenderojmë dhe shihemi në javën e ardhshme.